Një numër i madh prindërsh dhe fëmijësh punëtor dhe qytetarë u mblodhen para organizatës së sportit dhe turizmit në Leposaviç, e cila dje uzurpuan nga përfaqësuesit e komunës. Qytetarët protestuan sepse fëmijët e tyre, siç thanë ata, nuk kanë mundur të stërviten, gjë që privohen nga drejta tyre themelore. Drejtori Marko Radosavljević drejtoi se nuk ishte nevojë të uzurpohej ai objekt dhe theksoi se zëvendëskryetaria e komunës Marina Bogojević tha dje se të gjithë punonësit mund të vinë në punë sot, por se policia nuk i lejoi ata të hyjnë në objekt. Drejtori i Zyrës për Kosovë dhe Metohi, Petar Petković, shkroi në postimin e tij në platformën X se skena sotme në Leposaviç duhet të shihet nga gjithë bashkia ndërkombëtare dhe deklaroi se në vend që të ketë fëmijë, se të gjithë fëmijët e tjerë, fëmijët serbë rriten në tytat e gjata dhe kërcënimin e policisë së Kosovës. Kryetaria e Komisionit Parlamentar për Kosovë dhe Metohi, Daniela Nikolić, vlerësoi se Bastisja në sallën e sportit në Leposaviç ishte një nga grabitjet dhe vjedhjet e pronës serbe. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić u takua me bashkëkryetaren e grupit të kokusit serb në dhomën e përfaqësuesve të Shtetet Bashkuara të Amerikës, Claudia Teni, dhe theksoi se Serbia vlerëson vazhdimisht kontributin amerikan në procesin e normalizimit të marrëdhënieve midis Beogradit dhe Prishtinës përmes dialogut, si edhe kuptimin e nevojës për të respektuar të drejtat e serbëve në Kosovë. Vučić i dorëzoi kongresmenes Teni urdhrin e flamurit serb të shkallës së parë për shërbimin e saj në zhvillim dhe forcimin e bashkëpunimit midis dy vendeve. Claudia Teni përsolli fjalët e presidentit amerikan Trump se shpreson që ai të vizitojë Serbinë. Presidenti Vučić u takua gjithashtu edhe me ambasadorin e Rusisë Aleksandar Bocan-Harchenko, me të cilin diskutoi çështjet kryesore të bashkëpunimit dypalësh, duke përfshirë edhe marrëveshjen në fushën e energjisë, dhe shprehu besimin e tij se bashkëpunimi midis Serbisë dhe Rusisë, pavarësisht pengesave të shumta, do të ecë një trajektore rritëse. Kreu i Zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë, Aivio Orav, bëri thirrje për formimin e shpejtë të institucioneve të reja, duke thënë se Bashkimi Evropian ka nevojë për një partner në qeveri, në mënyrë që të punojmë së bashku dhe të diskutojmë procesin e integrimit. Orav tha gjithashtu se heqja e masave ndëshkuese kundër Kosovës ka filluar dhe për këtë arsye është e nevojshëm bashkëpunimi i ngushtë me autoritetet në Prishtinë, raporton Kosova Press. Duke folur në panelin mbi integrimin e Kosovës në Bashkimin Evropian, ambasadori Orav nënvizoi edhe një herë nevojën për të krijuar asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Ministri i Mbrojtjes i Kosovës në mandatin teknik Ejub Maqedonci tha për CNN-in në Shqip se kërcënimin nga Serbia janë reale dhe se Beogradi ka vendosur 70% të ushtrisë jo shumë larg Kosovës. Duke deklaruar se udhëheqja në Prishtinë gjithmonë e vlerëson ekzistencën e 48 bazave të avancuara në zonën e sigurisë toksore si një kërcënim, kur i shton kësaj praninë dhe mbështetjen e grupeve kriminale dhe terroriste si Radojqić, të cilat u përpoqet të aneksonin veriu. Kjo tregon qasjen agresive që Serbia vazhdon të ketë në lidhje me Kosovën, tha Maqedonci, dhe theksoi se FSK-ja së bashku me aleatën amerikan dhe NATO do të mbrojë çdo centimetër të Kosovës. Herën e fundit që ishte në Prishtinë, Katarina Trandafilova u prit nga ish pjesëtare të UÇK-s, prandaj drejtimi i saj u anulua. Në një intervistë për Kosova Online, kryetaria e dhomave të specializuara të Kosovës në Hag deklaroi se ajo patjetër do të vijë përsëri dhe se demonstratat e përmendura treguan se Prishtina dhe Brukseli ranë dakord që procedurat të zhvillohen jashtë Kosovës. Trandafilova theksoi se askush nuk mund të ushtrojë presion mbi gjykatën dhe se dhomat e specializuara janë plotësisht të përkushtuara për të përmbushur mandatin e tyre, pra të garantojnë procedura gjyqësore të drejta dhe të paanshme dhe të sigurta, pavarësisht nga çdo koment apo ngjarje politike.
Miloš Pavković, bashkëpunëtori i Qendrës për Politika Europiane, vlerësoi se rrjedha aktuale e seancës konstitutive të Parlamentit të Kosovës ka treguar se ka pasur përpjekje për të blerë vota dhe se Albin Kurti ka shumë të ngjarë të kërkojë mbështetjen e nismës në këmbim të një pozicioni nënkryetari në qeverinë e tij. Analisti Aleksandar Vučić beson se perëndimi mund të ushtrojë presion mbi konstituimin e kuvendit dhe formimin e qeverisë së re të Kosovës, sepse ka pasur shembuj të ngjashëm edhe në të kaluarën. Profesori i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti nuk pret që kriza institucionale në Kosovë të zgjidhet me ndërmjetësimin e bashkisë ndërkombëtare dhe beson se partitë politike do të arrijnë një zgjidhje pas mendimit të gjykatës kushtetuese. Të ejtën do të jetë mot me vranësira, me shi dhe bubullima, por në mëngjes do të jetë pareshje në Juglindje, gjatë ditës do të jetë pareshje në veri të Vojvodinës, do të fryjë erët e lehtë deri te forta veri perëndimore. Temperatura mëngjesi do të sillen nga 7 deri në 15, kurse ajo maksimale ditore nga 15 deri në 22 gradë Celsius.